Po vazhdoni të shoqëroni me emisionin e Jona Tok, ne do të vazhdojmë të qëndrojmë në rajonin e Prizrenit, përkatësisht në Zhor. Atje ku Fem Kurtaj pas shumë vitesh jetën dhe punë në Zvicër, vendosi t'i kthehet rënjeve dhe vendlindjes së tij. Ai prej 2 muajsh ka hapur fermën e pulave, një veprimtari nga e cila synon të ndërtojë një të ardhme të qëndrueshme për vetën dhe familjen e tij. Ndodhemi në Zhor, ku da realizojmë rubrikën Ferma Jon, e kësaj radhe kena ardhur e familja Kurtaj. Faleminderit shumë për mikpritjen. Mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjatëm. Atëherë po ju tregojmë pak a shumë publiku që te jeton në Zvicër, edhe ke ardhur këtu edhe ke hap një fermë të pulave. Tregon pak a shumë që sa vite jeton në Zvicër edhe nga të erdhi ideja me investu në Kosovë. Unë e quhem Fem Kurtaj, vik nga fshati Zhur, komuna Prizrenit. Unë jetoj në Zvicër dikon që 27 vite. Edhe këtë fermë, do më thonë, kështu si fermë e kom marru vitin 2012, sa kisha babën gjallë, edhe ai kishte qef. Edhe para prakisht u planifiku për lop, tani mu pi pak vullnet ku më vdiq baba edhe e la zhag, kisha problem edhe me rrymë me çdo sen. Edhe tash ku pas kohë dyqysh merë si ide kështu me fillu diçka tu pa dhe fermert e tjerë. Edhe më duk njerë si ide pak ma e thjesht, pak ma e mirë, me fillu me pula, se me lop pak vështërsi dhe problemi ose fuqia punëtore mungan. Mungan, e vërtet. Po, nështa kretë këtë ide dhe nështa fermën që e ke ndërtu nështa me ato firma që i ke pa edhe në Zvicër, ke shku kështu i ke vizitu edhe, po, dëmë thanë ke marrë një hëri se si shka nështa me u kujdes edhe për fermë. Po. Atje besoj një punë tjetër krejtësisht e banë? Jo, aty punojmë diçka tjetër ketë, do më thonë punojmë me një lëmi këtë tjetër, punojmë me izolime kundër zjarrit, e këtu që do më thonë e ku pas pasion, se qëtu jam rrit, edhe ky vend, pëlqen është vend jem edhe i sugjeroj edhe tjertë me ardhë me investu në vendlindje, se vendlindja është e shejtë. Kështu që dua të vëj unë edhe ajo është arsyeja pse kom ardhë. Po, e ke pas sa po zhvillohet nështa bujqësia, blegtoria në vendin tonë? Ti do më thane ke ndërtu fermën 2012, po kështu ke kalu me pula në cilin vetë? Para 2 muje. Para 2 muje. Do më thonë konkretisht para 3 muj kena fillu me modifikime, do më thonë këtë pjesën këtu ku më zgjerue. Me pula sot jena parafërsisht është muj 2 që jena të marrë me pula. Sa është numri i tyre? Numri i tyre është do më thonë fillim kër i kena marrë 5500, tani 1300 janë dëmtu. Për momentin i kena dikon në fermë edhe 1700, tjerët i kena shit. Janë dëmtu shkaku i vërshimeve që ndodhen vendin tonë, dëmë thonë, apo qka... Jo, ata mu kanë dëmtu, dëmë thonë fillim se isha si fillestar, nuk e disha temperaturat, gjonat senet, e tash i kom mësu edhe për vërshimeve mu kanë dëmtu javën e kalune mu dikon 50 zëgjë, po alhamdulillah s'kena pas shumë probleme sene edhe kalum këtë sfidë. Ka pas do më dhonë reshet mdhaja këtë qiut edhe tash për tjetër do të përgatitim më mirë. Po, i mësove gjitha një orit për pula? Apo ende je herët? Një orit për pula, se për senet e tjera nuk mëson qatë shkollaj, po zorit, si thënë ata, të mëson gjithë shka dhe e bëj me knatësi edhe nuk më pengan. Vjan kështu vetë, hinë mbranda, i viziton? Unë vetë këtu jam 24 orë, i mbranda, i shej, i këshyri, bile, ma shumë se fëmijët e mi,
Cilat kanë qenë ato përshtypjet e para kur je tregu familjarëve? Nështë kanë hezitut, kanë thënë jo pse po investon në Kosovë apo diçka e tillë, apo nështë edhe e ki përkrajen, për derisa e ke hap besoj që e ki përkrajen Jo, tyre. për përkrajen e familjarëve kum pas në çdo aspekt edhe nuk më ka mungu, po dhe ata shqyr zotit ma kanë kuptu, do me thonë vendin që e du për vendin tem që e ka Marakon edhe më kanë përkra. Po, kum pas shumë përkraje për shumicës. Po, do më thonë ti jeton enda atje dhe vjen këtu shpesh në Kosovë, tash dush marrë pak ma shpesh për shkak të firmës. Unë atje ala, do më thonë, gjindem, po në jetoj, po tash më të këshyrë këtu planët senet që i kam se si do të zhvillohen, po besoj që gradualisht këtu me nejtë, këtu me punu. Do më thonë me ardhë të krejt Po për gjithmonë. që ashtu është plani, se këtu do më thonë pushon zemë dhe ndihem mirë në vendin tem. Se gjithë këtë, do më thonë, këtë investim kër e kom bon në 2010, në atë kod dikon ka kushtu 170.000 euro. Tash do më thonë këta gjonat më bon, me qëta pare më zbon, se janë shtrajtu gjithë se në shtrajtu. Edhe kështu është gjëna, tash me ne gjithë këj vend thatë edhe... Është kjo toke jotja krejt? Kjo pjesë këtu ku jena, me gjithë thatë pjesën lartë ku është basë rëthojave, kjo dikun është 70 është komplete jemja personale. Po është i keme vlaznit, familjartë edhe mirë jena për ne mjaftan. Qfar race është këlloj? Kjo është... Besoj ju i merë një krejt dvegjël edhe mandej këto rritën. Na i kena marrë një ditor zash do me thonë, këta në razë broiler për mish. Edhe këta normal du t'jenë të na dikon 45-50, me qenë se fillimi pak edhe dimri edhe probleme me rry me gjithë shka dhe u vanova për shitje sene. Po kështu që mundin edhe punën njena t'ja bo maksimal, tash riskin e ka zotin dorë. Pulat i ke blek këtu në Kosovë apo i ke Jo, sjell? këto pulat i kum blek këtu në Kosovë. Po, në Ferizaj dikon, kum marrë fillim 5500, po tash të këshyrim të zgjerem biznesi ma shumë edhe të bëjmë edhe një sasi edhe ma të madhe. Po, ka kapacitet firma për një numër ende ma të madhë? Jo, për momentin unë në këtë firmë të në fillim mu duk pak si e madhe, po tash tu rrit këta, edhe e shof që ngushtohet veni, këtë firmën tonë maksimali është kapaciteti, unë mendoj që 4.000 maksimum. Po e kena pjesën tjetër që mund të vazhdojnë edhe me 3.000-4.000. I ke pa çmimet fejmë këtu në Kosovë, se qysh po sillen, nështë edhe te pjesa ushqimet, edhe sa i përket nështë edhe subvencioneve, ke arrit me dëpërtu pak të kjo edhe ke kërku nështë ndihmë edhe nga qoftë komuna e Prizrenit, po edhe nga ministria. Çmimet do më thonë pulës edhe të mishit para kishë me informu, pak nuk janë që janë shumë të mira, po tash është era parë dhe duhet të fokusohemi do më thonë tërnusën e dyta, dhe në fazën e dytë, e tretë, me vazhdu kështu. Sa i përket... Nështë si në Zvicër si kemi? Jo. Sa i përket do më thonë qeverisë seneve, unë e dhe tash nuk kam përkraje 9-0, po edhe vetë nuk kam pas kohë, tash do të fokusohem me kërkunem... Qka ke nevojnë diçka me të ndimu sa i përket firmës? Sa i përket firmës... Nështë ndojnë teknologi apo diçka që duhet? Po i saj për këtë firmës në nashta që më kështë nevojit, i shkon një pajisje që është përthërtore për mi pastru, mi prej me nasi, po mas keshti që e kam është rruga po në banë shumë vështërsi, edhe kështu që gjithë këtë vëllnet e kam edhe gjithë këtë mund e kom dhonë, edhe mos me ardhë kur asë një që do më dhonë, po me shiku vendin, se qa kena bo, se na shemë tash, që ishte në ta mos dalin për timës, po me këto pare, kena mujtë edhe diçka tjetër me bo, po vëllneti për vendin, për gjithë shka më ka shty, jo të sot, po më ka shty para 20 viteve, edhe gjithë shka që e kom bo këtu, për vendin tem. Edhe kështu që e shatë arsysh me qeveria do më dhonë me ardhë vetë pa i thirna, mi përkra fermert, mi përkra njës që dënë me pënu, që to e kena mas shumë ti problem. E tregove me fillim që kur ke vendos me hap një firmë të lopëve, nështë ka qenë shkak edhe mungesa e fuqis punëtore. Këto kujdeset dikosh për to, ke punëtore dhe e ke pa që nështë këtu në vendin tonë, pse është kjo arsyeja që ka munges të fuqis punëtore? Këtu për momentin jam të kujdes vetë që 2 muaj ditë, i kam edhe 2 punëtor, edhe se si të them... Se mendon nështë atje ke shku atje edhe ke vizitu firma edhe besoj që atje vlerësohet shumë fermeri dhe punëtori?
Që ka të bëj me bujqësi edhe blegtori? Atje ka ligj, po edhe jo. Edhe unë mundom edhe vetë më konë po edhe jo, po shqyqyrë zoti kena punëtorët e mirë, edhe mirë është të shku, nuk është keq. Po, e ke pa ndështë këtu në Kosovë, pse nuk po punojnë, nështë te ky sektor, theme? A e shojnë si punë para gjykuse, të lodhshme, apo nuk paguhet shumë? Nuk është punë para gjykuse, kjo është do me thonë, është një produkt që na vy neve ditë për ditë, si mishi, si tomli, si qumshi, si djathë, si gjithë shka. Do me thonë, se cili e ka marak, po punën nuk e danë, adhe në këtë lëmi. Kështu që nuk kena problem për punëtor me gjetë, pagesa është e mirë, kushtet janë shumë mira, edhe mu për veti mje vëllnet me punu. Edhe kur kam vetë vëllnetin, nuk e kam fort gajle a dënë punëtore me punu ajo. Kujdeset që dhe vetë. Shumë. E ke pa tregon për me deportu, sa është e vështirë, nështë asaj përket mishit apo kështu pula, zogjve apo pulave që ishet ne? Tregon e kum pa, apo dënë edhe me eksportu jashtë edhe vendit? Unë e tregon e kum shiku, do më thonë paka shumë, se nuk kum pas edhe angazhime tjera. Po saj përket çmimeve do të mundona me punu me çmime se si që janë treg. Nuk du që të thëmë dikush i ka ma të mirë, dikush ma të këshia, ata vlerëson konsumatori. Për me deportu jashtë, dikon me eksportu, nuk në të ardhme inshallah, po, ama tash për moment, nuk ko që kena shumë kapacitet edhe muj me furnizuar tregun e jashtëm. Sa do të me qenë temperatura mbranda? Temperatura mbranda është... Edhe a lejohet kështu, nështë tash na i hapëm për shkak që më u pa, po a lejohet me i hap, apo gjithmonë do të me qëndru kështu? Jo, na i hapëm gjatë ditës, do më thonë, ko pas ko për me hy ajri pasër edhe nëzirim, do më thonë, ajrin e keq jashtë. Po, do më thonë, brandave du të kemi kujdes, mos të hymë me këpuc, me sene do të marëm jetë, do më thonë, parandalus, mos të sillim në i virus në i gjonë. E sa i përket do më thonë temperatura ma fështira konë dimri, do më thonë para një mujë gjysë. Sidomos me zeshte vegjel, ata janë pak ma të vështirë, do më thonë në fazën fillestare, java parë. Po e kena mësu, mirë është, nuk është keq. Cili kish me qeni mesazh për trinjt e vendit tonë? Nështë po largohen ata shumë, po vinë të kjo kështu në shtetet evropiane, po të vetë, do më thajmë, po jap një mesazh që kjo ardhë këto prej Zvitrës me investu. Unë e thëmë sinqerisht, muaj vend mu ka gërdit, edhe kurre për jetë, mos me pa edhe në fatës mërmalli. Kështu që i sugjeraj rinin me punu në vendin e vetë, se do më dhënë atë jetë në... A me të që do kesh fitime, më falë, ma shumë këtë, se atje në punën tënde? Nuk është gjithë shka fitimi, është gjithë shka zemra kënë djetë mirë. Po, shqyqyrë zotë tash të punu jena, po saj përket do më thënë atje në Evropa, ku janë njerëz të punu, problemi atje une që e shof, ose që nuk e kom ditë, ose tash që jam do më thënë qatë fazë, i bona 26 vite, 27, qumë si robot, qumë në ora 5, në 6, vinë në ora 7, 8, edhe ajo më ka shty që nuk është jetë. Do më thonë jetë e kena edhe me punu pak me natyrën. Edhe me pas diçka tonë, nësaj tash këtë loj si biznes në të ardhme do e shojsh, po nësa ora vjen këto? Nësa që është këto? 24 orë, jam lëvizit gjatë gjithë kohës edhe nuk pengon, valloj nuk më pengon me ne të tanë ditën. Se e du do më thonë, bëj me qef edhe kështu do ta vazhdoj. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve për vizitën.